Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, qëm salavat e profetin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që e pasojnë me sinqeritet rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Dhe më pas, edhe sot do të jemi me disa profet të tjerë që i përmend Zoti subhanahu wa ta'ala, dhe njerëz të mirë, të cilët duhen marrë shembull në aspekte të ndryshme të jetës së tyre. Dhe pa dyshim që të gjithë janë dalluar për durimin e tyre, për kushtimin në fenë Allahut dhe adhurimin e Zotit subhanahu wa ta'ala. Durimin në thirrjen e njerëzve në fenë e Zotit subhanahu wa ta'ala. Pra secili nga ata dha shembullin e vet në popullin ku jetoi. Dhe kështu ka bërë Zoti subhanahu wa ta'ala gjithmonë. Dërgonte ndër popull njerëz të zgjedhur, pra profet, dhe ngrinte mes tyre njerëz të mirë, edhe nëse nuk do të ishin profet, të cilët të ishin shembull për njerëzin, t'u jepnin atyre mesazhin e Zotit xhaleshanu. Dhe t'u tregonin që jeta e dunjas duhet jetuar me ndeshmëri, me pastërti. Vetëm në këtë formë njeriu mund të jetojë një jetë të përmbushur, të plotë, të këndshme, në jetën e kësaj dunjaje, dhe të shpresojë për ahiretin. Dhe në fakt ky është qëllimi i madh i çdo njeriu që ka logjik, ka urtësi, ka mend në kokë, si thon. Dhe kështu bënte Zoti subhanahu wa ta'ala, pra dërgonte profet dhe u jepte mesazhet njerëzve që ata të ishin kujdesshëm gjatë gjithë historisë së njerëzit. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Sad, në ajetin 48 dhe në vijim: kujto Ismailin, Eliesan dhe Dhulkiflin, që të gjithë ishin prej të zgjedhurve. Këta janë profetët me të cilin do të merremi në mësimin e sotëm, dhe të gjithë ata ishin prej të zgjedhurve. Kullu min al-akhyar, prej të zgjedhurve që i zgjodhi Zoti, i dalloi mbi të tjerët. Dhe i dalloi me çfarë? Me profecinë ose me të virtytet e larta me të cilat ai i pajisi ata, për të qenë shembull për besimtarët. Dhe kemi thënë gjithmonë që profetët janë shembulli i mirësisë, i besnikërisë ndaj Zotit, i devotshmërisë. Kur nuk mund të mendohet për profetët që kanë bërë gabime ashtu siç shpifet nga armiqtë e besimit dhe të Islamit dhe të profetëve. Pra kur nuk mund të bien ata në mohimin e Zotit apo në gjunafe të mëdha dhe të turpshme që mendoj edhe një besimtar, domethënë i mirë, kur nuk do ta lejonte veten që të binte në to. Ajo më profetët e Zotit subhanahu wa ta'ala. Kujtoi Ismailin, Eliesan dhe Dhulkiflin, që të gjithë ishin prej të zgjedhurve. Kujtoi këta profet me lëvdatat më të larta, sepse të gjithë ata ishin nga më të zgjedhurit që Allahu subhanahu wa ta'ala i dalloi. Për këtë arsye, ai i bëri me cilësitë më të larta në diturinë, veprat dhe moralin e tyre. Pra në çfarë drejtimi ishin të lartë të zgjedhur? Në diturinë, veprat sipas kësaj diturie dhe moralin me cilin u pajisën. Moral që tregonte qartë frikën ndaj Allahut xhaleshanu, për kushtimin ndaj tij. Sa përket Ismailit, ai ishte biri i Ibrahimit alayhis salam nga Hajeri. Dhe padyshim që për Ismailin kanë ardhur ajete të shumta në Kur'an dhe përshkrime të ndryshme ka sjellë Zoti xhaleshanu. Disa prej tyre të sjellim sot me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu i lartësuar e rrëdhon Ismailin, birin e Ibrahimit, paqja dhe begatitjet e Zotit qofshin mbi të dy ata. Ismaili është ati dhe paraardhësi i të gjithë i arabëve, themi të gadishullt arab. Dhe ai është paraardhësi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nga linja e tij ka ardhur profeti i fundit, me i zgjedhuri i Zotit xhaleshanu. Pra Allahu i madhruar përshkruan atë duke thënë në ajete të ndryshme, thot Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Maryam për shembull, thot Allahu subhanahu wa ta'ala: innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Kana sadiqal wa'di. Çdo thot sadiqal wa'di, ai ishte shumë besnik në mbajtjen e premtimeve. Cilësi e veçantë e Ismailit, besnikëria, besa e dhënë. Dhe elhamdulillah, kjo është një cilësi që pretendohet që edhe populli ynë e ka, dhe elhamdulillah, shpresojmë në Allahun që vërtet ta kenë, domethënë njerëzit dhe burrat e këtij populli që janë besnik dhe mbajnë besën. Nuk e thojnë fjalën dhe nuk dalin nga premtimi. Elusi Allahun të na jap këtë stoli dhe të na forcoj në zemrat tona. Pra Ismaili është ati dhe paraardhësi gjithë këtyre dhe e përshkruan Zoti që ishte sadiqul wa'di, pra mbajtës dhe besnik i premtimeve që jepte.
Ibn Jurayji shpjegon dhe thot, domethënë ai përmbushi me besnikëri të plot çdo premtim që i dha Zoti të tij. Pra, mbajtësi premtimeve, cila premtime? Premtime që i dha Zoti të tij. Dhe gjithë ne i kemi dhënë një premtim Allahut subhanahu wa taala. Çdo besimtar dhe besimtare i ka dhënë fjalën dhe premtimin Zotit, që ta adhurojë se një të vetëm, ta dojë më shumë se gjithçka, ta madhurojë atë, duke madhuruar urdhat dhe ndalesat e tij. Ti nështrohet duke zbatuar ato në jetën e tij. Dhe ta dojë Allahun dhe ta adhurojë atë ashtu siç Zoti ka urdhëruar. Ky është premtimi që ja ka dhënë çdo besimtar dhe besimtare. Kur ke thënë la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ky është premtimi, pra duhet mbajtur ky premtim. Dhe ai që i përmbahet premtimeve, padyshim do ketë shpërblim të madh tek Allahu subhanahu wa taala. Pra, sikur se thot Ibn Jurayji, ai Ismaili alayhis salam i përmbajti dhe i përmbushi gjitha premtimet që i dha Zoti i tij. Pa ai ishte mbajtësi i premtimit edhe në lidhje me njerëzit. Pra, i përmbaj dhe i përmbushte me besnikëri çdo premtim që i jepte njerëzve. Kjo është cilësi vërtet madhështore. Tek ai që ka vërtet e ka, kjo është cilësi e rrallë që e kanë burrat. Pra i nuk e thyen fjalën, nuk presin në bes. Madje kjo është cilësi e besimtarit vërtet. E kundërta e kësaj është cilësi e munafikut. Munafikët janë ata që japin fjalën dhe e thyen, premtojnë dhe gënjejnë. Dhe nëse i besojnë diçka të tradhtojnë. Pra këta janë cilësitë e munafikut. E kundërta është besimtari i sinqert. Me këtë cilësi. Ibn Jariri përcjell nga Seher ibn Uqail se profeti Ismail i premtoi një buri se do të takohej me të në një vend të saktuar. Sjell Ibn Jariri një histori pse quhej Ismaili Sadiq al-Wa'di. Pra mbajtës si besnik i premtimeve. Ai na tregon se Ismaili alayhis salam la takim me një burr të takohej në filan vend. Pra në një vend saktuar. Ismaili alayhis salam shkoi në atë vend sipas premtimit. Ndërsa burri tjetër nuk erdhi në takim. Ismaili alayhis salam e kaloi natën në atë vend kurse ai burri vetë se erdhi të nesërmen. Subhanallahu, kishte haruar. Ndërkohë që Ismaili qëndroi në atë vend ku e lan takimin. Kaloi natën në atë vend. Ai tha Ismailit alayhis salam, "Ke pritur në të vend që dje që e lam takimin?" "Po," i tha Ismaili. I tha ky burri, "Po unë harova të vija. Ndërsa unë kur nuk do largohesh nga ky vend derisa të vije. Lam i takim, lam i vend dhe duhet vi se zban. Nuk dal nga fjala. Unë s'do largohesh nga ky vend derisa të vije." Kjo është në qëllimi, kjo është mbajtja e premtimit dhe besnikërisë. Për këtë arsye, para të u tha, thotë Ibn Jariri, ai që është shumë besnik në premtime, pra kanë Sadiq al-Wa'di, i mbante premtimet që jepte. Disa të tjerë kanë thënë se Ismaili u përshkruar me këtë fjalë, sepse ai e mbajti fjalën që i dha Taatit Ibrahimit alayhis salam. E dini historinë e kurbanit, kur Ibrahimi alayhis salam i thot djalit të vet: "Ya bunayya inni ara fi al-manami anni adhbahuk." O djalosh, unë kam parë në ëndër se duhet të bëj kurban. Anni adhbahuk. Çfarë i thot Ismaili, si kthen përgjigjen, subhanallahu, është djalosh. Subhanallahu, dhe në një moshë, mund në moshën ku ai fillon të lodroj me kuaj, atëherë kur duhet më shumë nga prindi i vet. Aq më tepër që ishte djali i vet me ti në atë kohë. S'kishte djalë tjetër. Atë kishte pritur prej kaq vitesh, në moshën 80 vjeçare i erdhi ky djalë. Pas një pritje kaq të gjatë. Edhe i thot: "O bir, kështu më ka urdhëruar Zoti." Çfarë i kthen Ismaili? Ky djalosh, subhanallahu, i edukuar nga Ibrahimi alayhis salam. I dashur i Allahut. Ai që donte Allahun më shumë se gjithçka tjetër. Dhe këtu e dha provën që vërtet e donte Zotin dhe urdhën e tij më shumë se gjithçka tjetër. Çfarë i thot Ismaili? Ky djalosh i edukuar: "Ya abati, if'al ma tu'mar." O baba im, bëj çfarë i urdhëruar nga Zoti yt. "Satajiduni insha Allahu min as-sabirin." Dhe do të më gjesh mua me lejen e Allahut prej durimtarëve. Mendon domethënë çfarë pamje. Babai që do bënte kurban të birin. I biri i bindur, vazhdo babai im. Jepi dhe zbatoj urdhrin e Allahut. Kjo mban brenda vetes subhanallahu. Domethënë mesazhe të mëdha për Ismailin. E para, djalosh i bindur dhe Allahu xheleshano. Urdhri që jep Zoti duhet përmbushet. I bindur ndaj profetit, sepse Ibrahimi ishte profet. Edhe ai ishte bir profeti. Edhe ai bindej profetit. Bindje ndaj babait të vet. Kur nuk e turpron babain e tij. Kur nuk e turpron prindin atin e vet. Nëse ka diçka, një përgjegjësi të madhe që duhet ta përmbush, djali jep jetën.
nuk ka, domethënë shmangje nga mbështetja e misioni që ka ati vet. Padyshim brenda kufive të Allahut, dhe në këtë rast ai nuk fliste domethënë nga ose të bënte padrejtësi Ibrahimi alayhis salam. Pra, do të më gjesh të durueshëm. Pse u quajt Sadiq al-Wa'di, e mbajti premtimin, se vërtet e mbajti premtimin, la ilaha illallah. U shtri poshtë, madje i thot, o baba, më kthe me fytyrë për tokë, që mos të vi keq në momentin kur të më shohësh. Me fytyrë për tokë, që mos të bjerë fytyra, domethënë, ose shikimi në fytyrën time. I jep mendim babait vet si ta bëj dhe të jetë i bindur. La ilaha illallah. Domethënë, e mbajti fjalën deri në momentin që do ekzekutohej, pra nuk ishte diçka sipërfaqësore. Ishte një sufajsi, e bëj, në momentin e fundi shohim e bëjmë. Vërtet e kishe këtë punë? Vërtet do ta ekzekutojmë këtë punë, jo vallai. U kthye përmbys. Falamma tallahu liljabin. Dhe kur ai e ktheu me fytyrë për tokë, thot Allahu xhalla shanu. Nadaynahu, i thirrëm eja Ibrahim. I thirrëm o Ibrahim, e përmbushe, domethënë ëndrrin që të urdhëroi Zoti. Pra, ky ishte Sadiq al-Wa'di. E mban fjalën që jep. Qoftë edhe sikur i kushtoi jetën. Ti kushtoi, domethënë gjithçka. Pse? Sepse mbajtja e fjalës, bindja ndaj Allahut subhanahu wa taala, bindja ndaj profetit, bamirësia ndaj prindit, mbështetja e tij në gjithçka që ai ka, domethënë brenda kufive të Allahut, sigurisht, padyshim këto janë vepra të njerëzve të zgjedhur. Dhe thot Allahu subhanahu wa taala, kana rasulan nabiyya. Ishte rasul dhe nebi. Po ta shikosh, vlera e lartë e Ismailit ishte u tregua mbi vllajën e tij Ishakun, subhanallah. Ishaku alayhis salam ishte nebi, sepse ishte me shariatin e atit të vet, që ishte Ibrahimi. Ibrahimi kishte shariatin e tij mes bijve të Izraelit, ajo u zbatua deri vonë. Deri në kohët e vonta u zbatua pra shariati i Ibrahimit alayhis salam. Kurse thot ishte nebi, pra edhe një herë ishte nebi Ishaku. Kurse për Ismaili thot Rasulun Nabiyya. Ishte edhe rasul edhe nebi. Dhe ndryshimi mes rasul dhe nebi, pra nebi është ai që dërgohet vetëm brenda një populli besimtar, që ti urdhërohet të për zbatuar ligjin e Allahut subhanahu wa taala. Kurse rasul dërgohet edhe në popull mohues dhe i jepet shariat me vete. Kurse nebi i zbaton shariatin e profetit që kishte më përpara. Kurse Ismaili pra i dhuroi Zotit subhanahu wa taala, normalisht edhe ai kishte shariatin e atit të vet. Ibrahimit alayhis salam, por ishte rasul edhe nebi. Kjo tregon problemin e lartë Ismailit, thon dietarët, edhe mbi vllajën e tij Ishakun. Për Ishakun Allahu më thotë se ishte vetëm nebi, ndërsa për Ismailin thotë se ishte rasul dhe nebi. Në një hadith të saktë profeti Allahut ka thënë sallallahu alaihi wasallam, Allahu i lartësuar zgjodhi dhe dalloi nga fëmijët e Ibrahimit, dalloi Ismailin. Pastaj nga fëmijët e Ismailit zgjodhi Kan'anët, Kan'aniyunët, që ishte një nga fiset që erdhën nga Ismaili, më të dalluarit. Nga bijtë e Kan'anijinëve, Kan'anëve zgjodhi Qurayshët. Nga Qurayshët zgjodhi bijtë e Hashimit, Banu Hashim. Dhe mua, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, zgjodhi nga bijtë e Hashimit. Pra profeti alayhis salam vjen nga Ismaili alayhis salam, biri i Ibrahimit. Kjo ishte fjala që i dha Allahu xhaleshanu Ibrahimit për djalin e tij Ismailin. Do ta shtoj, do ta bëj të shumohen kombet dhe popujt që do të vinë nga ai. Do të jenë pasardhësit e tij si yjet e qiellit. Po pasardhësit e njeriu nuk është të thënë që të jenë thjesht pasardhës biologjik, por se do të jenë edhe pasuesit që do të pasojnë fenë e tij, fenë e pasardhësit të tij. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Sa kanë hyrë domethënë si yjet e qiellit. Janë ata që pranuan Islamin, edhe adhuruan Allahun subhanahu wa taala një të vetë. Pra nga Ismaili. Disa përshkrime të Ismailit vinë në Kur'an. Thot Allahu xhalla shanu, "Wa kana ya'muru ahlihi bis-salati waz-zakati, wa kana 'inda rabbih mardiyya." Pra edhe këto vinë në surën Maryam, shëllime për Ismailin alayhis salam. Ky është një përshkrim, pra ai urdhëronte familjen e vet për falur namazin dhe për të dhënë zakatin. Dhe ai ishte tek Zoti i tij, pra Zoti ishte kënaqur prej tij. Subhanallahu. Kana 'inda rabbih mardiyya. Që Allahu ishte kënaqur prej tij. Prej kujt? Prej profetit Ismail alayhis salam. Ky është një përshkrim i bukur dhe lëvdat e mrekullueshme për profetin Ismail. Kjo ishte si shumë e lëvdueshme nëse gjendet tek dikush. Çfarë tha Zoti për të? Ismaili ishte
shumë i durueshëm në bindjen që tregonte ndaj Allahut madhëruar dhe adhurimet që përkushtonte atij. Ishte durimtar i madh në adhurimet ndaj Zotit. Nuk lodhej nga adhurimet. Njerëzit mund të falin namaz, por se lodhen nga namazi. Njerëzit mund të agjërojnë, por lodhen nga agjërimi. Edhe e lënë atë ose e paksojnë. Mund të bëjnë dhikr dhe lodhen nga ajo dhe e lënë, kurse ai ishte vazhdueshëm subhanallah. Ishte vazhdueshëm në namazet e shumta, në agjërimet, në dhikrin e shumtë, në përkutimin e Allahut subhanahu wa taala. Besnikërinë që tregonte. Dhe thot gjithashtu, përveç kësaj, ishte këmbgulës i vazhdueshëm dhe durimtar edhe në urdhërimin për të mirë dhe ndalimin nga e keqja. Ai urdhëronte të kujdesej edhe për familjen e tij, që të kryejnë adhurimet e tij ishin të bindur ndaj Allahut. Kana ya'muru ahlihi bis salati, urdhëronte familjen për namaz, fal namaz. I kujdesshëm për familjen, për gruan e vet, për fëmijët e vet, për pasardhësit, fal namazin. Dhe jepte zakatin padyshim, pra ishte bujar, ashtu siç din të jenë bujar besimtarët e mirë që shpresojnë, domethënë, takimin me Allahun dhe shpërblimin e Allahut xhaleshano. Wa zakata. Dhe zakati në fakt është jo vetëm pastrimi nga pasuria, por jepte zakatin, do thotë, edhe zakatin e nefsit. Domethënë zakatin e shpirtit të tij, që ishte pastronte veten dhe zemrën e tij, pastronte veten e tij. Dhe padyshim kujtoni këtu faktin që ai ishte kujdesari shtëpisë Allahut subhanahu wa taala. Me të ndërtoi Allahu xhaleshano Ka'ben. Shtëpia që do të adhurohet Allahu deri në fundin e kohës. Shtëpia më e frekuentuar në faqen e dheu do të jetë. Kaloi kohë e historisë që pas Ismailit, kaluan kohë në cilat mbas edhe, domethënë u zbeh, të themi, në një farmase ky vend dhe në fakt ishte përqendruar profecia në, domethënë, Beitul Maqdes edhe në pasardhësit e tjerë të Ibrahimit alayhis salam, por erdhi koha që tashmë Ka'bja do të jetë një vend i nderuar dhe vend pastrimi. Prandaj do të jepte zakatin. Edhe ishte kujdesari i shtëpisë Allahut subhanahu wa taala, Ka'bes, adhuronte Zotin xhaleshano. Krynte umren të haxhi, adhurimet ishin të përhershme nga dhe ky është pastrim. Pra çdo umre, çdo haxh që kryen për Allahun subhanahu wa taala, adhurimi që kryen në Ka'be, hamdullah pastrim. Aq më tepër që në këtë vend të dalluar të shenjtë, shpërblimi është i shumë fisht. Një namaz thot profeti sallallahu alajhi wasallam, domethënë në Ka'be, është si 100.000 namaze falur jo në atë vend, pra në vendin e shenjtë. Mendoni këta njerëz që i dalloi Zoti subhanahu wa taala. Ismaili alayhis salam, që falte namazin rregullisht në atë vend, edhe krynte këto vepra, ishte jepte zakatin, pra ai pastrohej vazhdimisht te Allahu subhanahu wa taala. Të jetën porosi që urdhëronte për namaz edhe për adhurim të Allahut, e zbatoi dhe biri i tij, pa i biri i Ismailit, që është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Të jenë të gjë e urdhëron Allahu në Kur'an kur thot Allahu subhanahu wa taala, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha." Urdhëroj familjen tënde për namaz. Wastabir 'alayha. Dhe qëndroj kujdesshëm, durimtar, këmbgulës në këtë. Mos hiq dorë nga urdhërimi për namaz. Nahnu narzuquk, la natlubuka rizqa. Domethënë urdhëroj familjen tënde për namaz, wastabir 'alayha. Wal 'aqibatu lit-taqwa. Dhe përfundimi i mirë është për të devotshëm, thot Allahu xhaleshanu. E urdhëron pra Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. La nas'aluka rizqa. Pra urdhëroj për namaz sepse nuk kërkojmë rizq nga ty, ne, thot Allahu xhaleshanu. Nahnu narzuquk. Ne të furnizojmë ty. Ta sillim furnizimin. Wal 'aqibatu edhe një herë lit-taqwa. Pra përfundimi i mirë është për devotshmërinë. Pra ky është një urdhër që e zbatonte Ismaili alayhis salam. Edhe kështu e zbatoi dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kështu urdhëroi dhe popullin e tij përmjet këtij ajeti që zbrit në surën Taha. Pra të urdhërosh familjen për namaz. Dhe thot Allahu xhaleshanu edhe në ajete të tjera, si në surën Tahrim, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara. O ju që keni besuar, ruajini veten tuaj dhe familjen tuaj nga zjarri. Lënda djegësit e të cilit është janë njerëzit dhe gurët. Alejha malaikatun ghiladhun shidad, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mbi të, pra mbi zjarrin, janë mbi qyrës malaike thot. Ghiladhun shidad, të ashpër dhe të vrazhd. La ya'suna Allah ma amarahum, që kur nuk e bëjnë dysh fjalën e Allahut kur i urdhëron thot. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dhe bëjnë gjithçka që urdhërohen nga Allahu subhanahu wa taala. Pra kujdes, ruajini familjen, dhe kjo konsiston atë që njeriu kujdeset për veten e vet. Kjo është shembulli që marrim nga profetët. Përse e solli shembullin e Ismailit? Shikojmë që edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam mori këtë shembull nga ati i vet, pra urdhëron familjen në namaz,
Zoti urdhëron përsëri në ruaje familjen. Pra, është përgjegjësi. Dhe këto janë mësime që marrim nga studimi i historisë së profetëve. Domethënë urdhërojnë ata për vepra të mira, ndalojnë nga të këqija dhe mos i lini të braktisur dhe pa përkujdesje, që të mos ju hajë zjarri në ditën e gjykimit. Në një hadith që vjen nga Abu Huraira, profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: Allahu e mëshiroft atë burr që ngrihet natën dhe fal namaz. Madje ngre edhe gruan e vet që edhe ajo të fal namaz. Allahu e mëshiroft një burr që ngrihet natën të fal namaz për Zotin subhanahu wa taala. Dhe e urdhëron dhe gruan e vet që të ngrihet dhe të fal namaz. Kjo është ehlehu, domethënë e urdhëron dhe familjen e vet. Domethënë se familja mund të kuptohet gruaja, bashkëshortja, por mund të kuptohet edhe domethënë familja e gjitha, gruaja dhe fëmijët. Madje thuhet që profeti sallallahu alajhi wasallam kur i falte namaz natë, kalonte afër tek bija e vet, Fatimia, që është martuar me Aliun. Edhe i nxiste që çoun fal namaz, domethënë gjuante tek ajo, i jepte që ngriuni, falun namaz. Madje një herë thuhet që nga që su ngritën për namaz natë, profeti sallallahu alajhi wasallam do të shkoi dhe i shprehu do një farë mënyrë domethënë Aliun, çfarë bën, nuk u ngrit për namaz natë? Çouni të fal namaz për Allahun. Dhe subhanallah, thuhet që Aliu domethënë i tha, po subhanallah, shpirtat janë në dorë të Allahut, ai na i kthen, s'më doli gjumi domethënë. Shpirtat janë në dorë të Allahut. Edhe iku profeti sallallahu alajhi wasallam duke ditur kofshet e tij, duke lexuar ajetin kuranor, o kana al-insanu akthara shay'in jadala. Njeriu sa polemizues është njeriu. La ilaha illallah. Ku ti thosh tek kështu? Aliu dhe Fatimes nuk falin namaz natë, nuk adhurojnë Allahun subhanahu wa taala. Po ja që urdhëronte profeti sallallahu alajhi wasallam, ish merak. Jo namazet farzet, në fjalë për farzet, diskutoheshin vajtja për farzet. Griuni natë, griu të falësh, dalësh para Allahut. Griu, dalësh faqebar ditën e gjykimit. Ku jemi? Allahu musta'an. Ku kemi fëmijët ose ku janë njerëzit që kemi në përgjithësi. Allahu na mëshiroj. Pra vazhdon hadithi, Allah mëshiroft atë burr që ngrihet natën dhe fal namaz. Madje ngre edhe gruan e vet që edhe ajo të fal namaz ose familjen e vet. E nëse ajo nuk ngrihet thot, e spërkat me ujë në fytyrë. Subhanallah. Hadith. Gjithashtu Allah mëshiroft atë grua, edhe nga krau tjetër, se për vaki burri mund të jetë pak më i lodhur ose më dembel, gruaja më është më aktive, dhe ndodh. Alhamdulillah në familje shpeshherë njerëzit janë të ndryshëm, por s'ka më mirë se ajo familje që ndihmojnë njëri tjetrin. Shpesh burri mund të jetë më i devotshëm në disa aspekte, por gruaja është në disa aspekte të tjera dhe mbështesin e plotësojnë njëri tjetrin. Edhe atë grua e mëshiroft Allahu thot. Nëse ngrihet natën të fal namaz, madje ngre dhe bashkëshortin e vet, që edhe ai të fal namaz. E nëse ai nuk ngrihet, ai spërkat me ujë në fytyrë. Mund të ndodhë diçka e tillë? Ja, ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam. Kjo është, alhamdulillah, jeta të adhuruar Allahun subhanahu wa taala. Ta mbushësh jetën tënde familjare, domethënë me adhurimin e Zotit. Dhe alhamdulillah jeton njeriu mirë në këtë dynjë. Në të kundër Allahu musta'an. Shiko, e shkruaj. Ndërsa nga Abu Sa'id al-Khudri dhe Abu Huraira vjen një hadith tjetër, në cilin thuhet se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, nëse një burr ngrihet natën dhe zgjon dhe gruan e vet, dhe së bashku falin 2 rekat namaz. Qoftë 2 rekat vetëm. Ata shkruan se janë për atyre burrave që e përkujtojnë shumë Allahun. Pra edhakirin Allaha kathira, edhakirat. Në këtë, në fakt, tregojnë dietarët një hadith në cilin profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë sabaqa al-mufarridun, ne kaluan mufarridunët. Çdo mufarridun do të thënë të vetmuarit. Ne kaluan, tha profeti sallallahu alajhi wasallam. Kush janë mufarridunët? E pyetën, tha edhakirun Allaha kathira wa edhakirat. Ata burra dhe ato gra që përmendin shumë Allahun subhanahu wa taala. Ne kaluan, tha profeti sallallahu alajhi wasallam, ne kaluan. Ku ne kaluan? Ne kaluan në sevape, ne kaluan ditën e gjykimit, ne kaluan të parë të futen në xhenet, domethënë ka shumë kuptime kjo ne kaluan. Padyshim që profeti sallallahu alajhi wasallam është i pari që do hap portën e xhenetit. S'futet njëri para Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Por se tha profeti sallallahu alajhi wasallam për treguar vlerën e madhe të adhurimeve dhe të përmendjes së Zotit xhaleshanu. Dhe kjo e bën njeriu që të jetë prej atyre që përkujtojnë shumë Allahun dhe ato gra që përkujtojnë shumë Allahun, mjafton 2 rekat të ngrihesh natën dhe të falësh me familjen. Subhanallah. Është diçka që edhe nëse di robri domethënë nuk e bëjnë dot nëse nuk e jap Zoti mundësinë.
Nëse njeriu mund të di shumë gjëra, por nuk i bën dot nëse nuk të ka mundsuar Allahu xhaleshano. Sta jep mundësi mbreti që të takohesh me të, edhe të dalësh para tij. Elus Allah na mëshiroj. Dhe të na jap nga mirësitë e tij. Kaq për Ismail alayhis salam. Përmendet në këtë ajet wal yasa. El yasa ishte biri thuhet sipas historianëve pra. Këtë e përmend Imam Ibn Kathiri, gjithashtu edhe Siddiq Hasan Khan ose si quhet El-Qanuji, ky autori i tefsirit, një tefsir domosdoshmë i zgjedhur, që në fakt ky ka përfituar shumë edhe nga tefsiri i Imam Shaukanit. Pra është nga tefsirit më të zgjedhur që domethënë mbështesin mëdhëbin e selefëve, pra në akide, në shpjegim, në shtjellimin e ajeteve. Pra çfarë thot? Ai ishte biri El-Yesa, ishte biri i Akhtubit. I biri i asaj që El-Ajuze, i plakës. Pra Iliasi, profeti Ilias, ela El-Yesa, El-Yesa'an, ela pasardhës mbi bitë e Izraelit. Ela pasardhës mbi bitë e Izraelit. Po jo se ishte i pari, disa mund mendojnë që është i pari, jo, ela pasardhës, pra mbi bitë e Izraelit. Dhe më pas u shpall profet. Më pas u shpall profet. Pra ela pasardhës Iliasi, ai shërbente, ishte nxënësi i tij dhe ishte shoqëruesi i profetit Ilias. Dhe më pas ai u bë profet. Qanuji thot, disa njerëz kanë menduar gabimisht se El-Yesa është vetë Iliasi. Pra ngatrojnë dy personalitete, thonë që është i njëjti. El-Yesa, Ilias, pra janë emrat përbashkët. Ilias ose Iliasin është diçka, pra është profeti Ilias, dhe El-Yesa është dikush tjetër. Pra janë dy persona thot Qanuji. Është vetë Iliasi, thon disa, por ky është një keq kuptim, sepse Allahu ka përmendur secilin prej tyre veçmas. Pra janë përmendur dy persona veçantë. Wahbi vazhdon Qanuji dhe thot, ka thënë El-Yesa ishte shoku dhe bashkëudhëtari i Iliasit, dhe ata të dy jetuan përpara Jahjas, Isait dhe Zekerias. Pra kur ka qenë koha e këtyre, ka qenë para këtyre profetëve, para Zekerias, babait të Jahjas, dhe para Isait, padyshim. Pra ka qenë përpara kohës së tyre. Ka qenë nga njerëzit e zgjedhur mes bijve të Izraelit. Gjithashtu është thënë që El-Yesa është hidri, një nga mendimet që shfaqen, hidri, por se ky është mendim jo i sakt, jo i mbështetur, sepse mendoni pak, hidri ka qenë në kohën e kujt? Kohën e Musait alayhis salam. Musai ka qenë sa përpara, domethënë, para kohës së Isait alayhis salam dhe Zekerias. Sidoqoftë janë mendime që jepen leth El-Yesa. Gjithashtu përmendet në këtë ajet edhe Dhul-Kifl. Dietar kanë pasur mos pajtime rreth profecisë dhe titullit të tij. Pra është profet apo është ka qenë njeri i mirë, ka qenë nxënës profeti etj etj. Ja disa nga fjalët që thuhen rreth tij inshallah. Thuhet se ishte kushëriri i El-Yesa'as. Pra ka pasur të bëjë me El-Yesa'an, ka qenë kushëriri i afërt i tij thot. Ose thuhet që ka qenë i biri i Ejubit, që quhej Bishr. Pra Dhul-Kifli kush ishte? Thuhet që ka qenë një nga mendimet, është biri i Ejubit. Ne folëm për profetin Ejub alayhis salam, durimtarin e madh në sëmundjen e tij. Pra ky ka qenë ishte i biri i tij dhe quhej Bishr, të cilin Allahu e dërgoi pas babait të tij dhe quhej Dhul-Kifl. Ai qëndroi në tokën e Shamit, Siris, derisa vdiq në moshën 75 vjeç, thon disa prej transmetimeve historike. Është thënë gjithashtu se ai ishte Iliasi, disa thonë se ishte Yusha ibn Nun, pra disa thonë që Dhul-Kifli ka qenë Yusha ibn Nun, nxënësi i Musait alayhis salam, që udhëtuan drejt Hidrit. Pra mendime që janë dhënë për Dhul-Kiflin, mendime të ndryshme, por mendimi më i saktë thon disa domethënë që ai ishte një burr nga bitë e Izraelit, i cili më parë nuk përmbahej, domethënë ishte njëri i zakonshëm, se mund bënte edhe gjunafe, por më pas u pendua sinqerisht tek Allahu subhanahu wa taala dhe Allahu ja pranoi pendimin dhe e fali. Një nga mendimet që thuan. Është thënë gjithashtu se El-Yesa u plak, pra kur ai u plak, ai tha. Pra El-Yesa, profeti i përmendur pak më sipër, tha: "Kush do të më garantojë dhe do të marr përsipër këto dhe këto cilësi të mira?" Dhe numëroi besnikërinë, drejtësinë në gjykim, domethënë durimin në adhurimin e Allahut subhanahu wa taala, edhe shumë e shumë pra kush do të vijë pas meje që ta marr misionin tim, thotë El-Yesa, ai profeti thon pak më sipër. Ta marr përgjegjësinë e mesazhit që un kam nga Zoti xheleshanu. Kush do ta marr përsipër? Dhe një burr tha: "Un do ta marr përsipër." Dhe El-Yesa e la të sipasardhës. Domethënë Dhul-Kifl, ai që merr përsipër, jetë kefel,
Pra vjen nga fjala yetekefel. Kefil, e keni dëgjuar fjalën kefil? Kush është kefil? Pra ai që merr përsipër një detyrim që ja ka ngarkuar dikush tjetër. Dhul kifl, pra ai që e mori përsipër amanetin që dha e la kush el yesa. Pra ky është një mendim i thuhet për dhul kiflin. Gjithashtu është thënë se ai ishte një njeri që merrte përsipër punën e njerëzve, sa herë që ata përballeshin me vështirësi. Edhe kjo cilësi shumë e lartë për dhul kiflin. Pse quhet dhul kifl? Sepse yetekefel, sa herë që njerëzit kishin probleme të mëdha, të vështirësi të mëdha në punët e tyre, ai yetekefel, i ndihmonte. Nga ana financiare, nga ana fizike, nga ana e mbështetjes, pra ishte dhul kifl i gjendur gjithkund. Prandaj quhet dhul kifl. Kjo është titull. Pra edhe një herë dhul kifl do thotë ai që merr përsipër. Është si them një lloj llagapi ose titulli që e kishte marr ky njeri. Pra sikur se tham, një mendim thonë se ishte biri e Jubit me emrin Bishr, që e dërgoi pas atit të tij. Nga Mujahidi pastaj vijnë mendime të tjera, është transmetuar se ai ishte një burr i mirë jo profet, i cili premtoi profetit të popullit të tij se do t'i rregullonte çështjet e tyre, siç thamë Eliesa. Pra i premtoi Eliesat, këtij profeti që do të rregullonte popullin pasi të largohej profeti pra i popullit të tyre. Dhe kështu u quajtur Dhul-Kifl. Nga Ibn Abbas e transmetohet se në bitë e Izraelit ishte një gjykatës që ju ofrua vdekja dhe ai tha: "Kush do të më zvendësoj mua duke u zëtuar se nuk do të zemrohet?" Kjo është një detaj tjetër. Mbas se gjykatësi mes bijve të Izraelit ishte vetë Eliesa, profeti i tyre. Por në këtë transmetim nga Ibn Abbas i thotë, ishte një gjykatës i drejtë dhe thoshte: "Kush do të më zvendësoj pas meje?" Dhe shkoj çfarë thotë? Duke u zëtuar se nuk do të zemrohet. E gjykatësi nuk do të zemrohet, do të jetë i qetë në gjykimin e tij, sepse zemërimi jep gjykim jo të drejtë. Pra i dha një peshë të madhe për ta mbajtur. Dhe një burr tha: "Unë do ta mbaj këtë." Dhe u quajt për këtë Dhul-Kifl. Pra ai që mori përsipër. Ai e kalonte natën në namaz dhe ditën në agjërim, ndërsa ditën gjykonte mes njerëzve, dhe për këtë ka historia shumë të përmend nga historitë e Ben Israilëve faktikisht. Këto janë histori që përmenden rreth kësaj figure që përmendet në këtë ajet në Kur'an. Dhe Ebu Musa al-Ash'ariu transmetohet se Dhul-Kifli nuk ishte profet, por njeri i mirë nga bitë e Izraelit, që falej 100 rekate çdo ditë. Kur ai vdiq, pra thuhet domethënë mori përsipër që domethënë edhe ky adhurues, ashtu si profeti dhe një adhurues më përpara, falte rekate shumë, domethënë namazi gjatë ditës dhe natës. Dhe thuhet, e mbyllim këtë për Dhul-Kiflin inshallah. Dhul-Kifli pra vjen nga Tabaraniu dhe Bejhaqiu në Shu'abul Iman, se Ibn Umeri transmeton nga profeti sallallahu alaihi wasallam një transmetim nga këto histori. Pra Dhul-Kifli ishte nga bitë e Izraelit dhe nuk përmbahej nga gjunafet. Pra ishte njëri i thjeshtë, nuk ishte për profetëve. Një herë erdhi një grua dhe ai dha 60 dinar që të shkonte me të në shtrat. Kur u ul pranë saj, ashtu siç ulet burri me gruan, ajo filloi të dridhe dhe të qante. Ai i tha: "Çfarë më bën? Mos vallë të detyrova? Thjesht të dhash, i dha 60 dinar floriri." Thotë: "Jo, thotë, unë nuk kam bërë asnjëherë diçka të tillë, por bëj nga halli. Kam një hall dhe problem. Domethënë prandaj më detyruar ta bëj këtë punë." Edhe po qante për ndeshmërinë dhe lirësinë e saj. Dhe thuhet që në këtë moment ai reflektoi dhe tha: "Subhanallah, unë që e njoh Zotin tim, domethënë të mos marr qëndrim në një sprovë të tillë." Dhe tha: "Ngrihu, merri parat dhe shko largohu." Dhe thuhet që kjo është përmendur si histori, domethënë në një nga bitë e Izraelit, dhe thuhet që ky mund të ketë qenë ai person i mirë. Pra këto janë historitë e Ben Israilëve rreth kësaj figure. Kështu pra ndodhi që ai e dha pasurinë, e largoi dhe ajo u largua me ndeshmërinë e saj, edhe me pasurinë që kishte nevojë domethënë në atë moment. Dhe thuhet domethënë që kur vdiq ky person, në derën e tij thuhet që vdiq atë natë, në atë natë vdiq dhe në mëngjes mbi derën e tij ishte shkruar: "Allahu e ka falur Dhul-Kiflin." Allahu e ka falur Dhul-Kiflin. Është shkruar në portën e tij. Dhe në fakt thuhet te bin Israelit ishte kjo domethënë, nëse dikush bënte gjunaf natën, nuk kishte mbulesë siç e ka bërë ummeti të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nëse bëj gjunaf natën, ngrihet dhe në derën e tij ishte shkruar filani bëri gjunaf. Allahu musta'an. Këto ishin domethënë disa nga habite ose çudirat e Ben Israilëve. Kurse këtu ummeti elhamdulillah, Allahu subhanahu wa taala dalloi me falje dhe me mbulim. Prandaj thotë Ibn Mesudi dhe shumë nga sahabët, vallahi thotë domethënë, nëse do kishin gjunafe të errë,
Në nuk do doroni njëri tjetrin. Allahu musta'an. Mos kujtoj njeriu se janë më të mirë. Pra duhet njeriu të jetë i kujdesshëm me lidhje me gjunafet. Shumica dietarëve kanë mendimin se ai nuk ishte profet, dhe këtë mendim e ka mbajtur Abu Musa al-Ash'ari, Mujahidi dhe të tjerë. Por disa të tjerë, edhe ata të konsiderueshëm kanë thënë që ai ishte profet, dhe ata japin, ky është mendimi i Hasanit. Pse e thon këtë? Sepse Allahu xhaleshanu ka përmendur këtë në një kontekst ku ka përmendur profet. Pra ai ka renditur pra mes i zinxhiri profetësh. Kështu që ka shumë mundësi të jetë profet. Nuk është e thënë që ti marrën të gjithë transmetimin që merren nga Beni Israilët, pra nëse bie ndesh me informacion të sjell nga Kurani, nëse Kurani përmenden në një kontekst që përmenden profetët, gjithë këto historira që u përmenden vëllezërit e mi, nuk është e thënë që me patjetër të merren nga Beni Israil, sepse ato israeliatët merren nëse nuk bie ndesh me diçka që i vjen nga Kurani. Pra, Haseni pa këtë aspekt dhe tha domethënë që përdesë u përmend në kontekst ku përmenden profet të nderuar, edhe ai është prej profetëve, Allahu di më subhanahu wa taala. Për të gjithë thot ishin prej durimtarëve. Durimtar në atë që i kishte ngarkuar Zoti për të përmbushur në jetën e kësaj dhunjaje. Qëllimi i përmendjes së këtyre profetëve, thotë Ibn Kathiri, është se ata ishin ndër ata që treguan durim të madh dhe përballuan vështirësi të rënda në fenë e Allahut. Prandaj Allahu urdhëroi të dërguarin e tij të përmend ata në mënyrë që ai të ndjekë rrugën e tyre me durim dhe qëndrueshmëri. Pra këto ishin historitë që i solli Zoti subhanahu wa taala në këtë jetë që profeti ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam t'i marrë si shembull. Po kështu dhe ummeti i tij. Elusallahu na bëj prej tyre dhe të solisem me këto cilësi të mira, të adhurimit dhe durimin në adhurimin e Allahut subhanahu wa taala. Kaq për sollëzën e mi që mos e zgjasim. Më shumë, subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan.